Pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shqipëria bëhet vendi i dytë në botë që shpall Republikën Islamike të Iranit si shtet sponsor i terrorizmit dhe shtet që përdor mjete terroriste. Me 79 vota pro dhe një abstenim nga deputeti Redi Muçi, Kuvendi i Shqipërisë miratoi sot rezolutën që shpall Iranin shtet terrorist, duke marrë shkas edhe nga ngjarjet e fundit që prekin lindjen e mesme dhe jo vetëm. Teksa në sallë mungonte opozita, e cila nuk pranoi të ishte pjesë e seancës së sotme, në kuvend u miratua për pranin, ku rezultuan 79 ligjvënës, të cilët votuan të gjithë pro miratimit të kësaj rezolute. Kjo rezolutë dënon politikat e Iranit duke marrë shkas edhe nga fakti që ky shtet ka kryer disa herë sulme kibernetike drejt institucioneve të vendit ton. Rezoluta në fjalë u propozua nga mazhoranca, e cila nuk vënoi shumë dhe e kaloi në seancë plenare urgjente, pa e njoftuar në rendin e ditës. Kjo gjë shkaktoi edhe debate me opozitën, e cila theksoi se seanca sotme ishte e jashtëligjshme dhe pa procedurë.